Banorët e fshatit Zbojsh në njësinë e bashkisë Maliq protestuan për mungesën e kushteve bazë infrastrukturore në fshatin e tyre. Ata kërkuan ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për zgjidhjen e problematikave të shumta që po përballen prej vitesh. Një nga shqetësimet kryesore të banorëve është mungesa e ujit të pijshëm. Sipas tyre, uji sigurohet vetëm nga një burim natyror që ndodhet në teqen e fshatit, ndërsa për nevojat e tjera higjienike ata detyrohen të mbushin ujë nga ulluqet e shiut apo nga lumi që kalon pranë fshatit. Banorët thonë se ka vënë në dijeni institucionet për këtë situatë dhe kanë kërkuar asfaltimin e një segmenti rrugor prej vetëm 1 kilometri, por deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim nga autoritetet përkatëse. Një tjetër problem i madh është ura që lidh fshatin me aksin kryesor Lozhan-Maliq. Ajo ndodhet në gjendje shumë të keqe dhe sipas banorëve paraqet rrezik serioz për jetën, sidomos për fëmijët që e përdorin çdo ditë. Jemi vetëm 15 familje që jetojmë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Nuk kemi pasur asnjë ndihmë nga bashkia apo komuna, as për rrugën, as për ujësjelljen e as për fëmijët tanë, shprehen banorët. Rruga e dëmtuar e bën edhe më të vështirë jetesën, jo vetëm për banorët, por edhe për automjetet e pakta që kalojnë aty. Në kohën përpara ka qenë 150 familje, sot ka vend 3 familje. Në fshat lart, kurse këtu janë 15 familje. Ujë të pijshëm ne s'kemi patur këtu. Prandaj e mbush në pikët unë, rrjedh pika, po rashi i laj robet, po s'rashi unë nuk i laj robet. Unë ujnë e marë ngre kazanin ati ma tanë, se është turp, 2025, a lavati që në mbaj kot në shpi, ngre kazanin ati e rri me orë të tëra që i la gjitha robet e familjes, janë vete e 6 në shpi. Fshati Zbojsh ndodhet rreth 7 km larg qytetit të Maliqit dhe aktualisht ka vetëm 5 fëmijë që ndjekin shkollën në qytet. Për familjarët, për shkak të kushteve të vështira ekonomike, janë të detyruar të paguajnë nga 15.000 lekë në muaj për transportin e tyre, pasi nuk ofrohet shërbim falas nga institucionet. Banorët përmes mediave i kanë bërë apel autoriteteve që të ndërhyjnë sa më parë për të përmirësuar jetesën në këtë fshat të harruar.